Moti përkeqësuar ka pezulluar procesin mësimor në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali. Dyert e të 4 fakulteteve kanë qenë të mbyllura këtë të martë, ndërsa pezullimi do të vijojë edhe gjatë ditës së mërkurë. Sipas njoftimit zyrtar, studimi për datën 18 dhe 19 nëntor nuk do të zhvillohet për arsye të kushteve atmosferike të vështira dhe rekomandimeve të marra nga institucionet përkatëse, thuhet në njoftim. Po ashtu, theksohet se seminarët dhe leksionet e datave 18 dhe 19 nëntor do të zhvillohen në muajin dhjetor. Lutemi studentët dhe gjithë popullata të jenë mirë në këto ditë me kushte atmosferike të vështira, thuhet në njoftim. Gjithashtu janë shtyra dhe ceremonitë e diplomimit, të cilat ishin të planifikuara që të zhvilloheshin gjatë këtyre ditëve. Në këto kushte, ceremonia e diplomimit të Fakultetit të Shëndetit do të zhvillohet në datën 22 nëntor, në orën 11 në Teatrin Petro Marko, ndërsa ceremonia e diplomimit për Fakultetin Ekonomik do të zhvillohet në 22 nëntor, ora 14 po në Teatrin Petro Marko. Ceremonia e diplomimit të Fakultetit të Shkencave Humane do të mbahet më datën 20 nëntor në orën 17 po në Teatrin Petro Marko, ndërsa Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore do ta zhvillojë ceremoninë e diplomimit më datën 21 nëntor, ora 17 po në Teatrin Petro Marko.